Në një treg gjithnjë me konkurrues, mënyra se si një kompani perceptohet nuk ndërtohet vetëm përmes marketingut apo komunikimit të jashtëm, por fillon nga brenda saj. Punëtorët janë ata që përfaqësojnë brandin çdo ditë përmes komunikimit, përmes sjelljes, përmes eksperiencës që krijojnë tek klientët. Lidhur me këtë temë, se si punëtori mund të jetë një ambasador i brandit, e kemi Lorida Daci nga IPCO, Head of Brand and Marketing Communication, dhe cilën do të flasim për këtë temë. Lorida, përshëndetje, kom shëndetësime të pas sot këtu. Tregom çka do thotë për juve si IPCO, po flas këtu në emër të kompanisë, por edhe për ty personalisht, pjesëmarrja në një summit sikur Power to HR, ku tema të tilla diskutohen edhe në nivel industrie. Pjesëmarrja në fakt, Power to HR për neve është më tepër se një konferencë, është një është një reflektim, Edhe është një përvojë. Është një përvojë dhe se duhet të reflektojmë ne si industri. Temat punëtori si ambasadori brandit janë tepër të rëndësishme, edhe është një temë kritike sepse realiteti në fakt është ndryshe. Një brand nuk ndërtohet vetëm me fushatat marketingut. Një brandi në fakt e përfaqëson punëtor, edhe unë si punëtore jam të e përfaqësu brandin. Pra e përfaqëson rrjetet sociale, e përfaqëson te kujdesi për klient, në pikat e shitjes. Është shumë e vërtetë që para shumë secili prej nesh ku do të punojmë, jo vetëm punëtorët e IPCO, jemi përfaqësues edhe të vetvete, edhe të hapësirave apo kompanive ku punojmë, kështu që besoj që kjo është piknisja kryesore e një brandi apo një brand ambasadori. Tregojmë që arrihet që një punëtor me të qenë një ambasador më i miri një kompanie dhe që reflektohet kjo pastaj në komunikim edhe me klientët. Ne shpesh, do me thonë, hasim në sfida në marketing, në shembull diskutojmë ose brainstorming, qysh me bu brandin më të vërtet. Edhe në fakt njëherë kështu automatikisht i kime shku me kërku jashtë. Hajde ta marrim një influencer, hajde ta lansojmë një brand image campaign, po në fakt influencerat më të fuqishëm i kemi brenda në kompani. Mos ata që kanë kontakt direkt me klientat. Çka kemi bëne, e kemi ndru pak mënyrën se si komunikojmë me klienta. Një fushat të post fundit që e kemi lansu, e kemi marrë stafin e IPCO-s, cilët janë shumë krenuar për punën e vetë, dhe se cili departament e ka paraqit punën e vetë. Për shembull, departamenti kujdesit për klient, ka tregu qysh kujdeset për klientët, personit që është përgjegjës për departamentin e ato instalimet që bëhen për klienta, pjesa teknike, edhe e kemi lansu këtë fushat dhe çka kemi mësu për kësaj fushate. Jo vetëm që ka pas shikueshmëri më të madhe, po kjo fushat ka dalë edhe më e besueshme te klientat. Edhe pas të me thonë. Edhe u doli në pa që me të vërtet ata janë ambasadori më i mirë i brandit, po sepse ata që e bëjnë punën prapa kamerave që thuhet. Po, edhe gjithë sepse kjo është në fakt është fushat e vërtet, është më reale. Po. Edhe klientat nuk lidhen me slogane, po klienti gjithmonë lidhet me person, me njerëzit apo me punëtorët e një kompanie. Kontakti njerëzor është shumë i rëndësishëm. Lorida, nga perspektiva e burimeve njerëzore apo HR-it, cilat janë disa prej veprimeve konkrete që ju si IPCO e keni ndërmarrë për me ndërtu një kulturë ku punëtori të bëhet ambasadori i brandit, përveç kampanjës që përmende, nga pjesa e HR-it? Tash, do me thonë, po flas në emër të HR-it tonë, në përgjithësi, kjo nuk arrihet vetëm me një iniciativë. Kjo mund të arrihet vetëm me aktivitetet cilat zhvillohen vazhdimsi. Departamenti i HR-it apo departamenti jon i burimeve njerëzore në vazhdimsi po zhvillon aktivitetet ndryshme. Edhe jashtë azyreve, retreat e këto janë shumë të rëndësishme. Kjo kisha dashur me përmend, do me thonë, employee experience prej ditës të parë për punëtori e fillon punën IPCO. Do me thonë, ajo përvoja cilën IPCO ja jep
Shija e parë. Po, do me thonë shija e parë, që she njofton me gjitha departamentet. Kjo vazhdon me ngritjen profesionale të tij apo të saj gjatë rrugtimit NIPCO edhe vlerësimit punës. Masni kemi mirënjohja për punën që e bëjnë. Për shembull, kemi projekte të ndryshme, në cilat marrin pjesë punëtorë të departamenteve të ndryshme. Kur projekti përfundohet me sukses, organizohen darka dhe gjithë ta punëtorë marrin pjesë në ato darka edhe marrin certifikata mirënjohjeje, edhe një shpërblim, do me thonë, po vlerësohem për punën që e bëjnë. Mandej kemi edhe programin e internal trainers apo trainerët e brendshëm përmes skills assessment, cilët ndajnë përvojën e tyre me departamente tjera. Nga ekspertiza juaj, çka motivon një punëtor që me përfasu brandin me krenari edhe jashtë ambientit të punës? Se thamë që ti je brand ambasador edhe ju veç brenda zyreve, për kudo që të shkosh jetë deri diku përfaqësuesi i kompanisë, kështu që sipas jush çka motivon një punëtor që me bo punën me krenari? Si NIPCO punoj që 22 vite, mënyra se si IPCO të ofron mundësi për mu ngrit profesionalisht, të ofron mundësi për me lëviz prej një roli në rolin tjetër, ofron mundësi për vendimarrje, është mirënjohëse për kontributin që e jep, edhe ti vetë kur e sheh që je pjesë e projekteve të cilat ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve, atëherë nuk e nin veten që vetëm je të punu për atë brand, po ti e përjeton atë brand. Nuk je të bo vetëm një punë, po kontribon edhe për komunitetin. Lorita, një këshill në fund për kompanitë që dojnë me ndërtu një kulturë ku punëtori është me të vërtetë ambasadori i brandit. Cila është këshilla jote për këto kompani? Këshilla ime, do me thonë në marketing e kemi një thënie, content is king, por unë kisha me shtu që culture is kingdom. Do me thonë i nëzirës të gjitha kompanit ta krijojnë një kulturë të mirëfillt dhe kulturë tepër të mirë dhe ambient shumë të mirë punës që punëtorët me të vërtetë mund di pjesa e atij brendi, sepse çaj punëtor që nuk jetë pjesa e atij brendi është ambasadori më i mirë. E vërtetë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Suksese juve.